Pastaj për sa i përket ekonomisë të Emirateve, unë mendoj që i kanë marrë masa, domethënë është një sistem i mirë menaxherial, nuk është se i lënë shumë gjëra fatit, domethënë gjërat i kanë të organizuara, kjo dhe u pa ke pjesa e si u administrua, se më besoj ishin lumë raketash edhe dronësh, por që Emiratet kanë një nga, domethënë në 5 sistemet më të mira, 5 vende që janë sistemet më të mira në botë, kështu që deri dje nuk pati asnjë lloj problematike direkte. Kryesisht edhe këto që pinin ishin pjesë ishin copa që kuptohet janë normale në këtë lloj situate anormaliteti. Cili destinacioni të shohim si të shkojë, lidera sa më shumë zgjati, aq më keq është. Do të mbaroj shpejt. Destinacioni turizmit botëror sigurisht mbetet Dubai, nëse mund ta quajmë turizëm në çdo stin të vitit, sidomos në këtë periudhë që ne flasim. Ju folët që ka anullimet të fluturimeve, ka anullimet të rezervimeve, çfarë po ndodh aktualisht atje, sepse mund të kenë pajisjet më të sofistikuara të parandalimit të dronëve apo raketave, por ajo që ndodhi sigurisht e trem turistin. Trem vetëm turistin, dhe trem gjithë botën, dhe ju ke keni vënë pas sot në se pasojat janë afatgjata. Sot në gjithë globin ka vatra pafund që po ndodhin, por shumë pak po transmetohen. Atëherë, ti momenti që godet Dubai, ti ke goditur këtë ikonën e sigurisë, ikonën e turizmit, ikonën e biznesit, dhe automatikisht me një vëmendje mediatike në kohë rekord dhe gjatë gjithë kohës. Dhe po ta vesh re, Dubai është top, edhe Emiratet janë kryefjala, sado që duke qenë tash që thua situata dhe nuk është se ka patur atë vëmendjen që kishte në fillim, por si më thënë donin të arrinin qëllimin për vëmendjen e arritën në këtë pjesë. Domethënë kuptohet duke cënuar atë që është emblema e sigurisë. Mendoj që nuk është se do zgjat shumë kjo pjesë, domethënë mendoj që shumë shpejt do të futet në jetën e përditshme, domethënë jetën normale, dhe mendoj që mund të hyjmë edhe më të fortë, sepse situata që po ndodh në Iran, këtë po diskutonin me të miq që janë të vjetër në biznes. Në qoftë se ky regjim bie, automatikisht janë gati 95 milion banor që do jenë të lirë, që do dalin, që do shkojnë për punë, do shkojnë për biznes, do lëvizin, dhe kryesisht rajoni më i afër kuptohet është te zona jonë. Dhe të jetë një lloj kapaciteti aty, sigurisht, po flasim 4-5 milion të hyjnë në shtet me financa është një gjë e mirë qoftë për tregjet, qoftë për sektorin tonë, domethënë unë jam edhe në fushën e real estate-it, kam një kompani real estate-i. Po. Kam edhe një kompani teknologjie dhe inovacioni, që jemi pak duke marrë me këtë pjesë inteligjencës artificiale, dhe dykoj që do jetë një rritje e menjëhershme në këtë pjesë. Domethënë do jetë gjë e mirë. Por sot nuk di ta them. Sot i kemi të gjithë skenarët në lojë. Në rastin se kjo situatë zgjat më shumë, nuk do jetë kaq situatë e këndshme. Në rastin se mbaron shpejt, atëherë mendoj që rekuperimi do të po aq shpejt. Kemi një numër të përafërt informacion në Çili se sa shqiptar operojnë, sa shqiptar jetojnë atje, apo në cilat sektor punësimi operojnë në Dubai aktualisht?